Kryeministri Sali Berisha ka dalë në një konferencë për shtypur të ftuar qytetarë që të marrin pjesë në festën e organizuar me rastin e 20 vjetorit të rënies së bustit të diktatorit Enver Hoxha, duke u rikthyer 20 shkurtit të 2 dekadave më parë. Kryeministri Berisha ka vlerësuar se kjo ngjarje është një prej më të rëndësishmeve në jetën e kombit shqiptar. Jam sot këtu për t'u ftuar ju, të dashur qytetarë dhe qytetarë shqiptarë, të bashkohemi nesër në koncertin ton festiv, të nderojmë dhe festojmë së bashku këtë ditë që qëndron në themel të lirive dhe dignitetit ton njerëzor. Ndërkaq, Kryeministri Berisha nuk ka shmangur edhe komentet për opozitën, duke përsëritur se sot pas 20 viteve opozita shqiptare ka të gjitha hapësirat, e duke theksuar se kompromisi mund të arrihet vetëm në kuadrin e lejuar nga kushtetuta. Përmbysja e bllokut dhe e shtatores përbën një nga kryeveprat historike më të mëdha të opozitës shqiptare. Sot Shqipëria është një vend me një kushtetut thellësisht demokratike. Kjo ligje dhe këto kushtetut garantojnë performat më të suksesshme të bashkëpunimit. Jashtë tyre, çdo gjë tjetër është iluzive. Tashmë që nga zgjedhjet e 8 majit na ndajnë pak më shumë se 2 muaj, Kryeministri Sali Berisha nuk ka lënë minjan edhe batutat për fushatën e ardhshme elektorale. Ju përshëndes dhe ju uroj gëzuar, ju ftoj ta festojmë nesër së bashku. Ne bëjmë fest. Ne bëjmë fest. Kjo është përcaktimi ynë. Nuk është kjo për të hapur fushatën elektorale se mund të ma thoni, por jo, nuk është. Është thjesht